ti edhe kur të jepen, pra edhe kur nuk ke mundësi për të liruar njerëzit tu, për të liruar njerëzit tu, ti e krijon mundësinë. Ndërkohë që Rusia ka ofruar mundësinë e dorëzimit dhe ata nuk kanë dhënë urdhër për dorëzim. Dhe mosdhënia urdhër për dorëzim do thonë që këto 9000 forca të humbin jetën, pra 9000 fëmijë në Ukrainë më pak do të mbesin pa baballar për arsye se Zelenski dhe shefi i shtabit duan të mburren para botës që neve jemi popull heroik. Çfarë do thotë Dritan rënja e Pokrovskit? Rënja e Pokrovskit, pra pasi bie Pokrovski, janë edhe dy qytete të tjera që janë në linjë me Pokrovskin, pra aktualisht rusët kanë ndryshuar taktikën dhe imagjinoni në vitin 2022 kemi marrjen e një qyteti, kemi të marrjen e Mariupolit. Morën vetëm një qytet. Regjia, nëse është mundur atë hartën e madhe të Ukrainës, nëse është mundur. Kemi qytetin e Mariupolit, i cili u mor. Pastaj kemi qytetin e Bakhmutit, i cili u mor. Pastaj kemi Shasovjarin në 2024, pra në çdo vit rusët kanë marrë nga një qytet të fortifikuar. Në 2025 rusët kanë sulmuar njëkohësisht kjo është pa qytete, kanë sulmuar në 2025 rusët kanë sulmuar njëkohësisht 4 qyteza të fortifikuara dhe janë duke i marrë ato 4 qyteza të fortifikuara. E para është Pokrovski, e dyta ishte Mirnogradi, i cili është brenda këtij thesit në Mirnogradi. Okej, kjo është komplet diçka tjetër. Është tjetër. Aty ku ishim regjia, aty ku ishim. Dhe është linja e fundit e zonave të fortifikuara në Donetsk. Dhe në momentin që mbje Pokrovski, i cili është këtu, automatikisht nga këtu deri këtu ku është Zaporizhës, pra nuk ka më janë Kramatorsk dhe një qytet tjetër, cilët janë dy qytetet e vetma, të cilët njëri është këtu, njëri është këtu, cilët kanë mbetur jashtë territorit janë të fortifikuara. Pas marrjes së këtyre qyteteve nuk ka më, por edhe me marrjen e këtyre qyteteve, këto dy qytete mbeten të izoluara për arsye se të gjitha rrugët që sjellin do të jenë në momentin që merret Pokrovski dhe Mirnogradi që vijnë këtu, automatikisht të gjitha rrugët e furnizimit janë nën zjarrin e artillerisë, sepse janë të arritshme nga zjarri i artillerisë ruse, pra brenda linjës 35 kilometra. Pra, për qyteti ashtu dhe ti e mbulon gjithë me artilleri komplet logjistikën që vjen në këto qytete. E qartë. Dhe në momentin që jemi këtu dhe plus që marrja e Pokrovskit këtu, kuptoni, kjo është Zaporizhja, pra në moment që merret Pokrovski këtu, është këtu dhe del këtu, merret komplet kjo zona këtu dhe komplet Zaporizhja si vihet nga këtej mbrapa, sepse kjo zona këtu nuk ka më qytete të fortifikuara. Është komplet zonë pa fortifikuar, është zonë fushore në të cilën pastaj rusët do mund vinë kollaj dhe të dalin Zaporizhës nga mbrapa. Dhe po shkojmë te plani i Putinit për t'i marrë të katërta krajinat. Këto janë krajina që do të merren, pra kjo luftë do të vazhdojë derisa të merren këto. Do në momentin që këto do të merren plotësisht, kthyrja e kësaj linje të fortifikimit, që po në zonën ku po zhvillohen luftimet aktualisht, është linja e fundit të fortifikimit. Dhe thyrja e kësaj linje mund të sjellë edhe thyrjen e gjithë frontit. Për arsye se aktualisht komanda ukrainase po mundohet të sjellë trupa nga të gjitha anët e tjera për të përballuar, për të mos lejuar thyrjen e kësaj. Por ama sjellja e trupave nga në të tjerë, çka ka bërë? I ka dhënë mundësi për parësimit pardje dhe dje, duke qenë se ka hequr në territorin Luhansk këtu, ka hequr dhe është qyteti i Limanit më tej, rusët çka kanë bërë? Rusët kanë përparuar brenda 3 ditë dhe 10 kilometra, për arsye se kanë hequr forca nga ndej Ukrainës dhe kanë sjellë tu, sepse Ukraina nuk ka më kapacitete njerëzore rezervë. Pra forca rezervë nuk ka të sjellë nga këtu. Dhe çfarë bën? Është duke marrë forca nga të gjitha zonat që po luftohet dhe sjell. Por në momentin që merr forca nga të gjitha zonat që luftohet, rusët kanë kapacitete dhe këto kapacitete rusë çfarë bëjnë? Aty ku lirohet zona ata marrin ofensiv. Pra ofensiv të shkurtër në zona shkuar dhe ecin përpara, duke krijuar thyrje të frontit. Është e qartë. Sa mundësi ka për një armë pushim, fjala vjen, sepse nëse mbaj mend takimi i fundit apo biseda e fundit, diskutimi i fundit që u bë midis Rusisë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte që ne mund ta ngrim ta ngrim frontin vetëm në kufijt ku t'jenë brenda këto territoret e katër krajinave. Në momentin që do të mbrin në territorin e katër krajinave, të cilat i kanë marrë dhe i kanë futur me kushtetut si pjesë të Federatës Ruse, rusët do të ofrojnë një armë pushim në këto, por nuk do të ofrojnë armë pushimin pa bërë një tampon zonë prej 20 ose 30 kilometra. Pra do shkohet absolutisht do ta bëjnë një tampon zonë për arsye se tash 30-35 kilometra në mënyrë që artilleria ukrainase të mos arritej. Prandaj do bëhet një tampon zonë 35 kilometra dhe me bërjen e kësaj tampon zone 35 kilometra, cila është shumë e lehtë kur mbrindet sepse nuk ka asnjë fortifikim, pra dhe komplet është hapësirë boshe, pra është shumë e kollaj për ta bërë tampon zonën këta. Do ndërtoj një tampon zonë
të fortifikuar, të minuar, të ashtu, dhe në atë moment do kërkojnë në rast se Ukraina... Aty mund ngri aty do propozojnë ngrirje në rast se Ukraina pranon kushtet e Rusisë në aspektin që të jetë neutrale, të mos pjesë të NATO-s, të denazifikohet dhe të mos bëj sulme kundër këtyre territorëve. Në moment që Ukraina nuk e pranon këtë, atëherë çfarë do bëjnë? Rusët do vazhdojnë sulmin e tyre në drejtim të Kharkivit, në drejtim të Sumit dhe në drejtim të Odesës, e cila ndodhet këtu. Pra kjo këtu është Odesa. Nëse Ukraina nuk do të pranojë që ta ngri, atëherë rusët do të fillojnë edhe të marrin këto territore dhe në rast se marrin Khersonin dhe Zaporizhën, Odesën e kanë shumë kallaj ta marrin sepse nuk ka fortifikime. Dhe komplet në këtë 4 ditë e fundit rusët kanë sulmuar është një territor të quhet territori Ismailie, e cila është në kufi me Rumaninë. Është ku hyn Danubi, ku derdhet Danubi dhe ku ka hyrjen e detit Zi, që dalin detin e Zi. Komplet ky territori ka pothuajse 72 orë i cili po goditet fuqishëm nga rusët, me raketa, me dron, me të gjitha mundësitë e tyre, pra edhe me aviacion është goditur, komplet kjo territori i Ismailies. E qartë. Pra, e vetmja mundësi dritan po thua është që nuk ka asnjë kapacitet më, pra fakti që nuk po mundet as ta çaj rrethime, as ta çaj thesin operativ të rusëve, asnjë gjë, duke marrë forcat dhe duke mos mundur të sjellë forca rezervë para 10 ditësh, ata forcën kishte një brigadë, brigada 153, ishte brigadë rezerve, e cila ishte stërvitur e gjitha në Angli, edhe ajo brigadë me hyrje në këtë frontin e Pokrovskit u shpartallua e gjitha brenda një jave. Dritan, besoj kemi edhe 5-6 minuta. Vučići ka ofruar Bashkimit Evropian që të blejë armë prej tij për Ukrainën sipas skemës Trumpit që normalisht i shet armë NATO-s dhe nuk është ofertë e Vučićit, është pranim i ofertës të NATO të vendeve europiane, të cilat deri më tash ishin financueset kryesore të gjitha lëvizjeve politike në Serbi për rrëzimin e Vučićit, në mënyrë që ta detyronin që Vučići të hiqte dorë nga sovraniteti i tij. Pra sovraniteti i Serbisë tashmë do të varet totalisht nga vendet e Bashkimit Evropian. Dhe në kuptim, sepse deri më dje shiste pak armatime, pra jepte armatime, po jo nëpërmjet Bashkimit Evropian, po armatimet i ka dhënë nëpërmjet Bangladeshit dhe vendeve të tjera, disa predha artillerie, një sasi të caktuar predhash artillerie që kanë vajtur për Ukrainë. Dhe Bashkimi Evropian i ka kërkuar tashmë që të gjithë industria ushtarake serbe të prodhojë vetëm për nevojat të Ukrainës. Bashkimi Evropian i ka kërkuar Serbisë. Kjo ka qenë kërkesa e Bashkimit Evropian dhe më në fund Vučići për të mbajtur pushtetin e tij, pra karrigen e tij pranoi që po çfarë do t'i prodhoi politikisht Vučićit kjo? Vučićit kjo nuk i prodhon politikisht, Vučićit do t'i prodhoi një mbështetje nga Bashkimi Evropian, mbështetje politike të brendshme dhe të gjitha ato protestat që keni parë do vinë duke ushuar, pra nuk do të kemi më protesta për rrëzimin e Vučićit nga pushteti. Vučići bëhet një interlokutor kryesor i Bashkimit Evropian në këtë zonë e Ballkanit, sepse po prodhon armatim për nevojat Bashkimit Evropian, cila do ja japi Ukrainës. Pra kthehet në interlokutorin kryesor në Ballkan me këtë lëvizje dhe kjo është në dëm të interesave tona kombëtare dhe të interesave shtetërore të Kosovës, për arsye se tashmë Bashkimi Evropian me këtë që bëri Vučići, pra me këtë pranim që bëri Vučići, do t'i bëj presion jo më Serbisë, por presionin do ta kthejë ndaj Kosovës në bisedimin midis Kosovës dhe Serbisë. Pra, do të jemi ne shqiptarët sërish të penalizuar nga Bashkimi Evropian dhe nga Evropa, siç kemi qenë gjithë jetën, për arsye se serbët, qoftë për interesa tyre politike personale dhe për interesa tyre politike të mbijetesës shtetërore, kanë bërë marrëveshje të cilat më pas kanë rezultuar të jenë jo në favorin tonë. Edhe kjo marrëveshje që ai ka bërë tashmë Bashkimin Evropian i jep dorë që të përdori fuqinë politike të Bashkimit Evropian kundër interesave shqiptare dhe kundër interesave të shtetit Kosovës në bisedimet Kosovë-Serbi. Dritan, ndërkohë që e kthen Vučići në aleat, a e kthen kjo apo ky vendim edhe në armik të Rusisë, sepse ato armë nuk e kthen në armik të Rusisë, po nuk e kthen e thjesht e shkëput si mik të Rusisë, po jo në armik të Rusisë. Pra, rusët janë deklaruar edhe më përpara, pra kanë pasur edhe deklarime zyrtare për këtë veprimtari të Vučićit që ka bërë, dhe kjo është treguar edhe në bisedat që ka pasur direkt 2 herë që e ka takuar pra Vučići Putinin, nuk ka pasur, pra nuk ka deklaruar, ka vajtur me pompozitet të madh, me mendimin se do të merrte ndonjë ndihmë të madhe, por në të dyja herët nuk ka mundur të nxjerrë asnjë gjë, pra rusët kanë qenë të ftohtë, e kanë pritur thjesht për shkak të lidhjes të gjakut që kanë me popullin serb.
por nuk e kanë pritur Vučićin për shkak të arsyeve politike. Pra ata e kanë konsideruar qeverisjen e Vučićit tashmë për rusët është një qeverisje që nuk është miqësore me Rusin. Në rastin konkret, a do të mbetet Serbia një instrument i Rusisë për destabilizimin e Ballkanit si gjithmonë? Serbia nuk ka qenë ndonjëherë instrument i Rusisë për destabilizimin e Ballkanit, sepse nuk kam parë ndonjëherë që Rusia të ketë qenë interesuar për destabilizimin e Ballkanit. Ajo mund të vijë në mënyra të tjera dhe jo nëpërmjet Serbisë, po është Serbia ajo e cila e ka përdorur gjithnjë Rusin për të instrumentalizuar vetveten në Ballkan dhe në Bashkimin Evropian. Është Serbia po thua që Serbia është ajo e cila i ka instrumentalizuar gjithnjë Rusin për interesin e vet. Nuk kemi pasur një destabilizim dhe nuk ka çfarë destabilizimi të ndodhi në Ballkan. Pra destabilizimi në Ballkan nuk mund të vijë nga serbët, serbët e kanë humbur kapacitetin e destabilizimit të Ballkanit. Shqiptarët janë ata dhe fatkeqësisht shqiptarët sot nuk e kanë kuptuar dhe nuk po duan ta kuptojnë që shqiptarët janë ata cilët e kanë në dorë ta destabilizojnë Ballkanin dhe gjithë Evropën, sepse shqiptarët janë të ndarë. Serbët e kishin dje kur ekzistonte Jugosllavia dhe kishin fuqimin të gjitha shtetet e tjera dhe mund të bënin luftë të gjithë ish Jugosllavinë. Sot Jugoslavia nuk ekziston më, Serbia është vetëm një shtet. Janë shqiptarët ata të cilët janë të shpërndarë në të gjithë të Ballkanit Perëndimor. Kemi shqiptarë në Malzi, kemi shqiptarë në Serbi, Preshev, Medveđa dhe Bujanovc, të cilët po ju shkelin të drejtat për ditë. Dhe shteti shqiptar nuk e lëshon zërin as Kosova, kemi shqiptarë në Maqedoni. Dhe në rast se shqiptarët në Maqedoni vendosin në një moment caktuar ta zhbëjnë Maqedoninë, sepse vetëm shqiptarët e mbajnë Maqedoninë shtet, kësaj zhbërje të shqiptarëve i bashkangjiten edhe bullgarët, edhe grekët, të cilët janë deklaruar disa herë për zhbërjen e Maqedonisë. Pra do të thënë që është faktori shqiptar ai i cili mund t'i vendosi dhe mund ta destabilizojë Ballkanin dhe jo Serbia. Të mos ia vëmë Serbisë atë që nuk e ka më. Serbia është një shtet i mbaruar, e cila po mundohet me marrëveshje të tilla për shkak të industrisë që ka, të japi rëndësi vetes në këtë Ballkan, sepse rëndësi tjetër nuk ka. Pra rëndësia e vetme e saj është, unë po ju jap juve armatim dhe juve bëni çfarë doni me armatimin. Po prodhoj për juve, gjithë industria ime prodhon për juve dhe juve më jepni mua mbështetje politike, sepse këtë fuqi ka, kaq ka. Fuqi tjetër nuk ka, ndërsa shqiptarët kanë fuqi ta kthejnë përmbys Evropën, sepse si thash, vetëm me ndarjen e Maqedonisë ti fut në këtë aspekt Bullgarinë dhe Greqinë. Dhe Serbia është kundër ndarjes së Maqedonisë. Sepse në rast se ndahet Maqedonia, shqiptarët dalin në kufi me Serbinë dhe pastaj bëhet lidhje territoriale midis Shqipërisë dhe Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit, dhe kjo lidhje territoriale automatikisht ti e kërkon që ata të shpallen minoritet, sepse shqiptarët në Serbi sot nuk janë minoritet në kushtetutën serbe. Dhe prandaj Serbia vjen ditë të humbur dhe po los këto lojra. Po janë shqiptarët do kuptojnë që neve mund ta bëjmë këtë dhe ne duhet ta bëjmë atë. Ne duhet ta zhbëjmë Maqedoninë sot. Ndash ta zhbëjmë politikisht, ndash ta zhbëjmë me luftë, ndash ta zhbëjmë si të duam. Ne mund ta zhbëjmë sot Serbinë, sepse kemi shqiptarët sot në Preshev dhe shteti shqiptar dhe gjithë shqiptarët mund të ngrihen duke kërkuar drejtat e shqiptarëve në Preshev, Medvegjë dhe Bujanovc, duke shkaktuar probleme politike të brendshme Serbisë, e cila po mundohet të mbylli gjitha ato probleme nëpërmjet shitjes së armatimit që do t'i japë Bashkimi Evropian për ta çuar në Ukrainë. Dritan, të falenderoj shumë që të kisha si gjithmonë. Në këtë pjesë e misionit është bashkuar me mua eksperti marrëdhënieve ndërkombëtare, Mentor Beqa. Mentor, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën, kënaqësi gjithashtu. Mentor, ajo që po shohim midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një retorik, le të themi, raketash, në kuptimin që ndërkohë që këtej nga njëra anë flitet për Tomahawk që do t'i jepen Ukrainës për të goditur thellë në Rusi, kemi le të themi prezantimin nga ana e Vladimir Putin të raketës Burevestnik, raketës nukleare Burevestnik dhe dronit në New York Poseidon që mund të shkaktojë deri edhe tsunami radioaktiviteti me lexova. Ndërkohë, sërish në datë 5 apo 6 nëntor kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës do testojnë një raketë balistike interkontinentale Minuteman 3 me lexova. Pra, midis dy fuqive të mëdha të botës, fuqive ushtarake, kemi një dialog bërthamor në kuptimin e retorikës bërthamore. Si ta lexojmë shtimin e kësaj retorike dhe çfarë do të prodhojë? Spari duhet të thënë që bota ka hyrë në një garë të shfrenuar armatimesh. Dhe kjo është krejtësisht e dukshme dhe po manifestohet
Dhe natyrisht që ato vende që kanë avantazhin teknologjik dhe ekonomik janë të avantazhuara në këtë garë armatimesh. Rusia, në ndryshim nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka një fuqi të madhe ushtarake në pikpamje strategjike për shkak të numrit të armëve bërthamore dhe të sistemeve të lëshimit që ajo posedon. Por në pikpamje të fuqisë ushtarake konvencionale, natyrisht që Rusia është një fuqi e vogël në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe i gjithë ky manifestim i armëve me kapacitet strategjik, qofshin ato sisteme lëshimi apo dhe vetë armë nukleare nga ana e Rusisë, janë një mënyrë për të manifestuar aftësitë e saj strategjike dhe për të mbuluar dobësitë konvencionale dhe taktike që ka Rusia dhe të cilat ne i kemi parë, limitet e cilës i kemi parë edhe në Ukrainë. Deri tani jemi në kushtet ku fuqitë e mëdha po luajnë kartat me njëra tjetrën. Shtetet Bashkuara të Amerikës po tregojnë të gjitha një nga një të gjitha mekanizmat dhe instrumentet që kanë në dispozicion për të trysnuar Rusinë në mënyrë që të ulet në tryezën e bisedimeve. Nga ana tjetër Rusia po manifeston kapacitetet e saj dhe shpresojmë që për shkak të keq kalkulimeve, për shkak të keq perceptimeve, mos ndodhë ndonjë incident i cili këtë raport e nxjerr jashtë parashikueshmërisë. Deri tani është një raport i parashikueshëm, por në kushtet kur bota është e dominuar nga armët nukleare, çdo keq kuptim mund të përkthehet në paparashikueshmëri dhe pastaj fatet e konfliktit mbeten të paqarta. Trump tha, kemi aq armë bërthamore sa mund ta shkatrojmë tokën 150 herë, pak a shumë kështu në këto terma ishte. Pra, po, ajo është diçka e ditur në kapacitetin nuklear që ekziston sot në botë, jo vetëm nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, po nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe gjithë aktorët e klubit të vendeve nukleare, në mënyrë të veçantë SBA dhe Rusi, por edhe Kina nuk mbetet pas tani më, kanë kapacitete për ta shkatruar disa herë botën. Mirë po, ky shkatrim natyrisht që nuk i shërben askujt, sepse është vetë shkatrim në fundit. Dhe prandaj ideja është që armët nukleare janë ndërtuar për të mos u përdorur, për të dekurajuar përdorimin e tyre. Por qenia njerëzore, specia njerëzore është e çuditshme dhe një incident, një gabim, një çmenduri mund të nisë një fatkeqësi që do të çojë në shkatrimin e species njerëzore. Ndërkohë, mentor, por avizohen pak a shumë blloqet Rusi-Kinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, BE nga Rusi-Kinë nga njëra anë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, BE nga ana tjetër. Si e lexove takimin me presidentin kinez? Natyrisht që edhe takimi ishte shumë i rëndësishëm, sepse keni parasysh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina ishin angazhuar në një konflikt të tensionuar nga larg. Dhe kanalet e komunikimit nuk ishin shumë të qarta ndërmjet tyre dy fuqive. Kemi parasysh që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Kina do jenë tu për një periudhë shumë të gjatë kohore, për aq sa ne mund të shohim në të ardhmen. Prandaj që të dyja fuqit do duhet të gjejnë mekanizma për të komunikuar, për të zbutur tensionet me njëri tjetrin. Dhe në këtë pikpamje unë e shoh shumë të rëndësishëm takimin, sepse në radhë parë vendosi një mekanizëm komunikimi për problematikat ekonomike që mund të kenë vendet, dhe shtroi disa opsione për zgjidhje. Natyrisht që nuk do jetë e thjeshtë, do jetë shumë komplekse, dhe tensionet ekonomike ndërmjet dy rivalëve kryesor të botës, dy fuqive që dominojnë ekonominë botërore, do të mbeten dhe do jenë me ne për një kohë shumë të gjatë. Nga ana tjetër, ajo që është e rëndësishme është që është dakordsuar për të vendosur kontakte të drejtë për drejta dialogu në pikpamje ushtarake. Pra kjo për të dekonfliktuar çdo incident të mundshëm që mund ndodhë ndërmjet tyre dy fuqive. Natyrisht që kjo është shumë e rëndësishme dhe keni parasysh që vendosja këtyre kontakteve
gjatë luftës së ftohtë ndërmjet Bashkimit Sovjetik dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës e ka shpëtuar botën disa herë nga një konflikt i mundshëm nuklear. Në kushtet aktuale, kur konkurrentët kryesorë janë SBA dhe Kina, vendosja kontakteve të tilla e një mekanizmi komunikimi ndërmjet dy fuqive më të mëdha është e domosdoshme për të mirën e këtyre fuqive, por edhe për të mirën e gjithë botës, sepse e ardhmja e botës në fakt varet shumë nga kjo marrëdhënie ndërmjet SBA-s dhe Kinës. Më çove tek lufta e parë e ftohtë. A jemi mentor në fillimet e një lufte të dytë të ftohtë, thash, ku bllogjet janë të ndara qartësisht? Po, varet se si e interpretojmë luftën e ftohtë. Çështja është që konflikti në nivel ndërkombëtar është një gjendje pothuajse e natyrshme e sistemit ndërkombëtar. Ne e kishim harruar të për shkak të hegemonisë momentale të Shtetit Bashkuar të Amerikës pas viteve 90. Por konflikti është permanent në marrëdhënien ndërmjet vendeve.